Prej cilësive të këqija me cilat sprovohen disa njerëz janë mendjemallësia dhe mburrja me arrogancë. Ju e dëgjuat rrezikun e mendjemallësisë, dhe se një grimcë e vogël në zemër e mendjemallësisë e shpije robin në xhehenem dhe e pengon nga hyrja në xhenet. Çfarë të themi për dikë që ka në zemër mendjemallësi sa malet? Prej mendjemallësisë është refuzimi i së vërtetës dhe mendjemallësi është në çmimi i njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El kibru batarul haq wa ghamtu an-nas." Mendjemallësia është refuzimi i së vërtetës, pra refuzimi me arrogancë i së vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. E ka transmetuar Muslimi. Prandaj ruhu o ti besimtar, të mos i nënçmosh njerëzit për cilin do sebeb. Mos e nënçmo askënd për shkak të prejardhës së tij, ose kombësisë së tij, ose gjuhës së tij. Mos e nënçmo për shkak të varfërisë së tij, mosdijes së tij dhe as ngjyrës së tij. Asnjërin nga këto nuk i shikon Allahu. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." O njerëz, në të vërtetë ne ju krijuam ju për një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise për ta njohur njëri tjetrin. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më nderuar tek Allahu për ju është ai që më shumë fiksohet atij. Inna Allaha alimun khabir. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe atij nuk i fshihet asnjë gjë. Dhe ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakunu khayran minhum." O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet, të mos i nënçmoj burrat e tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Wala nisa'un min nisa' 'asa an yakunna khayran minhun. Dhe gjithashtu dhe as gratë, dhe as një grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka. Mos i vini njëri tjetrit nofka të këqija. Sa e shëmtuar është të thirrësh në emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet të padrejtë dhe keqbërës.